Një spirale e madhe e shndritshme që u shfaq në qiellin e natës mbi pjesën e Mbretërisë së Bashkuar të hënën, besohet të jetë shkaktuar nga lëshimi i një rakete SpaceX në SBA. Forma e ngjashme me një re që ishte e dukshme për disa minuta para se të zbehej, besohet të jetë shkaktuar nga karburanti i mbetur i lëshuar nga raketa në hapësirë. Raketa Falcon 9 nga kompania hapësinore e Elon Musk u lëshua rreth orës 13:50 minuta sipas orës lokale në Florida në një mision sekret të qeverisë amerikane. Falcon 9 është një raketë e ripërdorshme. Pas nisjes në hapësirë, ajo lëshon atë që quhet ngarkesë e saj dhe vazhdon udhëtimin në hapësirë. Pas përfundimit të misionit, raketa kthehet përsëri në tokë. Ajo nxjerr gjithë karburantin e mbetur, i cili ngrin menjëherë për shkak të lartësisë, duke krijuar edhe një lloj spiraleje për shkak të lëvizjeve të raketës. Drita më pas reflektohet nga karburanti i ngrirë, duke bërë atë të dukshme në tokë. Spirali është fotografuar në Angli, në Wales dhe është parë gjithashtu në pjesë të Evropës si në Kroaci dhe Gjermani. SpaceX tha në platformën X se lëshimi i raketës u krye në emër të misionit të zyrës kombëtare të zbulimit të qeverisë amerikane. Qendra hapësinore Kennedy tha gjithashtu në X se bëhej fjalë për një mision të klasifikuar.